Gjithçka mund ndodh dhe probabiliteti ka bërë shumë lojra të forta në të shkuarën, por sot fitoreja e koalicionit të Sali Berishës ka gjasa të ndodh, aq sa dhe përplasja e një asteroidi vdekjeprurës mbi tokë. Nuk ka asnjë sondazh në asnjë televizion, edhe ato për opozitës, që nuk e nxjerrin Berishën me dy shifra pas qeverisë. Sigurisht që kjo është anomali. Normalisht qeveria duhet ishte gati duke bërë valizhet pas 12 vjetësh. Por ndoshta është anomali pasi opozita drejtohet nga njëri që duhet ishte në pension, por që nuk e lan të qeta shionte as amerikanët, por as hijet e të shkuarës tij. Ndoshta sepse lideri tjetër i opozitës është në burg, për shkak të hijeve të shkuarës, por edhe për shkak të një përçarje të fortë të ashpër që vazhdon në mes të Partisë së Lirisë. 11 maj, kështu për opozitën po shihet më shumë si mbjetesë sesa si fitore. Por nuk është lori gjithçka që shkëlqen edhe tek ata që duket se po vrapojnë nga vendi i parë. Një garë e egër po zhvillohet brenda socialistëve, ku probabiliteti për mandatën në listën e hapur është më i madh. Betejë e padukshme dhe më e egër po zhvillohet në qarkun e Tiranës. Deputetë që fshehurës shkojnë në zona ku nuk janë caktuar, ku bëhen premtime të rëndësishme politike ende të pabazuara dhe ku fërkimet rrezikojnë të kthehen në përplasje të forta, sidomos sapo të ndahet numri i mandateve roz. Në premtimet që ndonjë kandidat po shpërndan tek nuk në dyert e votuesve është unë do të jem kryetari i ardhshëm i Bashkisë Tiranës. Sigurisht kjo është një gënjeshtër. Por është e vërtetë, mbi votat e Tiranës qëndron hije rënd Bashkia e Kryeqytetit, ose më saktë rëndon hija e kryetarit bashkisë Erion Beliaj. Tronditja e arrestimit të tij nuk ka kaluar ende e plot. Mbështetësit e tij gjithashtu sot nuk arrin të kuptojnë nëse kjo hije që deri dje i mbronte, sot a mos ball po i dëmton? Në listën e Tiranës janë nën kryetari i bashkisë, një kryetar njësie, një ish drejtoresh e bashkisë dhe spaku 3-4 njerëz të afërt Erion Beliajt. Por janë të gjithë në listë të hapur, aty ku veç hijes së Beliajt rëndon dhe gjykimi direkt i votës socialistëve. Dhe fillimisht për këtë do të flasim sonte në Real Story. Sikla.